Dekonspiruan operacionin e prokurorisë së krimeve të rënda dhe policisë së shtetit. Arrestohen pas 5 muaj shefi i rendit në komisariatin e Vlorës, Haki Hasan Begaj, dhe oficeri i komisariatit të Tepelenës, Gani Abazi. Arrestimi i tyre është bërë me kërkesë të prokurorisë së krimeve të rënda, pasi nga përgjigjet telefonike dhe provat e grumbulluara në këto muaj hetime, ka rezultuar se Hasan Begaj dhe Abazi kanë shpërdoruar detyrën dhe kanë kultivuar kanabis, por si u arrit në prangosjen e dy efektivëve. Sipas hetimeve, informacioni është raportuar nga Shërbimi Informativ Shtetëror në fund të muajit shtator të vitit të shkuar, ku 14 persona, mes tyre 5 efektiv policie dhe 9 shtetas, kryen aktivitet kriminal të kultivimit të narkotikëve. Më pas, krimet e rënda në bashkëpunim me policinë në fshatin Veshdanish dhe Treblov kanë vendosur agent survejues, nga ku ka rezultuar se një grup kriminal kultivonte kanabis në parcela dhe disa kapanone. Sasia e cila u azgjësua në këtë operacion ishte 2.4 ton kanabis, ndërsa ky operacion u shoqërua edhe me përplasje shifrash midis prokurorisë dhe policisë, pasi akuza deklaroi se sasia e azgjësuar ishte 24 ton. Pamjet që shihni përkasin operacionit të zhvilluar më 5 tetor 2016, ndërsa në pranë ngaran shkëlqim Koçiaj, 24 vjeç, Arjan Hasanaj, 43 vjeç, Klajdi Meri, 21 vjeç, Tauland Haxhiraj, 35 vjeç, Albert Aliaj, 53 vjeç dhe GB, 18 vjeç. Këtij operacioni mund t'i shpëtojë efektivi Renato Avdyli, i cili koordinonte në terren me narkotrafikantët mënyrën se si do të operojë me kanabisin dhe shmangej kontrollin në parcelat për të cilët efektivët e policisë merrnin para. S'ke nga të mit, aty të keqen. Është një nga bisedat e përgjuara mes ish policit Avdyli dhe Tauland Haxhiraj të arrestuar, ndërsa Haxhiraj i përgjigjej: S'janë nga të tut, e po mirë, kushdo që të vi, të ik pastaj.